Marokut pasi deri tani nuk ka regjistruar asnjë humbje. Për sfidat që janë luajtur dhe për ato që pritet, kam kënaqësinë të ndaj studion me gazetarin e sportit, Gjergj Stefa. Gjergj, mirëserdhe. Mirësëgjeta, është kënaqësia madhe Anila që jemi bashkë dhe kam menduar gjithmonë këtë momentin që të ishim bashkë në një intervistë, se njihemi edhe jashtë studios. Po, por në Sport Focus është për herë të parë. Në fakt, më thej që ishe tifoz me Holandën, ngushëllime fillimisht. Po mirë, okay, tani ne u mësuam, kemi krijuar kaq shumë unitet ndaj dështimeve, sa askujt nuk i bëri përshtypje që edhe këtë radhë Hollanda vetëm që u eliminua, po eliminua 11 metësh. Unë dua të bëj një përshëndetje nëse mundem, për gjithë Ora Newsin dhe stafin, sepse unë kam pasur një nga pak njerëz e dim, po unë europian e vitit 2008 kam qenë prezent për çdo ditë në Ora News. A kuptoj dhe ka qenë një nga shumë bukur, sepse ka qenë nga provojat e mia më të mira në televizion. Okej, ka qenë pak imperative, sepse ishim çdo natë bësh një emision sportiv. Asë kohë drejtonte ish gazetari i sportit Jager Dyrmishi që ishte në Ora News, me Artila Galliu, diçka e tillë. Dhe kemi kaluar dhe jemi trajtuar shumë mirë. Dhe ruaj gjithmonë kujtime shumë të mira nga Ora News. Vion tradita me kompeticione të mëdha çdo ditë, me ftuar, kështu që sot analizën me ty. Atë Francën si e pe në përballje dje me Suedin. Duket se Franca e bën dukshëm diferencën në nivelin e futbollit, që luan një skuadër jashtëzakonisht shumë e mirë. Besoj e shohim deri në finale. Franca është një skuadër që nga viti 1998, kur francezët ndryshuan komplet politikat e futbollit dhe më së shumti u munduan që ta bazonin vlerën e futbollistëve të tyre në kolonitë të cilat kishin emigruar për në Francë, dhe kjo duket qartë asgjë edhe sot e kësaj dite. Franca është bërë një nga superfuqitë e futbollit evropian. Madje mua më duket sikur edhe kur dështon, është çështje fati dhe rastësie. Kampion të padiskutueshëm në vitin 2018, vetëm Messi mund të ndalte në vitin 2022, dhe tani favorit kryesor për të fituar sërish kampionatin botror 2026. Për më tepër, siç i duhet në skuadër, kjo skuadër ka një yll që quhet Kylian Mbappé, një futbollist që për mendimin tim ka lindur për të luajtur vetëm Kupa Bote. Pra, se po ta shohësh, shumë i kontestuar me Real Madrid, por sa herë thirret për të luajtur një Kupë Bote, kjo është kupa e tretë e tij e botës, megjithëse është vetëm 27 vjeç. Dhe imagjino të fitoj kaq shpejt kupën e dytë, ndërkohë që ka humbur një finale dhe ka fituar një tjetër. Kështu që e parë në këtë vështrim, Anila, unë them që duhet një në mënyrë unike unë them që Francën mund ta mundi vetëm vetja e saj, por në rrugtimin që ka për të shkuar në finale, do të përballet me Marokun, që është një Francë e vogël, sepse shumë futbollistë të Marokut kanë luajtur me skuadrën e moshave të Francës, dhe disa nga lojtarët francezë kanë prerardhje nga Maroku, gjë që e vuajt edhe Hollanda, sepse këtë simbiozë kishte edhe Maroku me Hollandën. Maroku është një superfuqi afrikane që përveç se furnizoi për shumë vite kombëtarë të mëdha si Franca dhe Hollanda, tani gjeti pak mundësi t'i ofroj vetes një skuadër të madhe. Dhe të shohim se deri ku do shkojmë fakt Maroku, se ka dhe në fillim surprizë, po ndalemi pak dhe te Meksika, meqense ndeshjet janë freskëta. Vion sërinë e fitoreve, duhet thënë Meksika. Mendoni që është një kombëtare e cila po bën me të vërtet mirë, apo ndoshta e ka ndihmuar edhe fati? Përballjen e fundit e patit me Ekuadorin, ndërkohë që ka luajtur edhe me skuadra të tjera, si Afrika e Jugut, Korea e Jugut apo Republika Çeke. Ka fituar 4 ndeshjet. Është një skuadër që i ka dominuar. Faktori fushë është shumë i rëndësishëm. Luan Azteca është një stadium madhështor. Më parë aty janë luajtur finalet e Kupës Botës 70, Brazili-Itali dhe finale e Kupës Botës 86 Argentinë-Gjermani. Pra Brazili dhe Argentina janë shpallur kampion bote në atë stadium. Meksika ka qenë gjithmonë një skuadër pedante, një skuadër e vështirë për të mundur, por tani kanë gjetur ekuilibrin midis vetes, trajnerit, stafit dhe tifozëve. Dhe nuk është çudi që edhe këta të shkojnë larg, por duhet të kemi parasysh që tani fillojnë ndeshjet e mëdha, ndeshjet e vërteta, sepse nga një teta finale mbrapa, presioni fillon dhe rritet. Unë mendoj që një nga organizatorët, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meksika ose Kanadaja, mund të shkojnë disa më larg se ç'mendonin njerëzit. Njëra nga këto do të jetë patjetër çaj finale, por nuk është çudi që njëra mund të jetë dhe një gjysmëfinale nga këto treja. Konkurenca bëhet më e frikshme në vazhdim. Meksika mund të ketë Anglinë, pra nëse do të kalojë Republikën Demokratike të Kongos sonte që me gjas, besoj që po apo jo. Nëse se Anglia do të dështojë sot pa dështimit të Gjermanisë dhe pa dështimit të Hollandës, do të konfirmonte një kapitullim të jashtëzakonshëm të skuadrave të mëdha europiane, që kjo mund të meritonte një studim dhe një emision më vete, një analizë më e thelluar, se përse erdhëm në pikën kur skuadrat të cilat dikur ishin pa njohura sot e dominojnë futbollin europian. Dikur as nuk mendoj që Maroku dhe Paraguay do të japnin probleme dy ekipeve si Gjermani dhe Hollandë, dhe po kështu dhe për Anglinë. Anglia edhe nëse kalon sot, unë mendoj që Meksikën do ta ketë jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe duhet thrasi në armë cilësinë e lojtarëve vetë të jashtëzakonshëm për bërë një ndeshje të madhe. Por kemi parasysh një gjë, ndeshjet e mëdha duan kushte të mëdha. Dhe tani klush atje në Amerikë, Meksik, me atë ambientin e tyre, pra se ka të bëjë dhe kjo gjëja shumë, ku luan ti, ndjen më mirë. Kështu që por Anglia të kalojë një ndeshje sot, se me sa po shohim, ky është botrori i skuadrave afrikane dhe Kongo mund të jetë një përfaqësuese e denjë e këtij profili. Rikthehet më së fush Declan Rice. Mendon që
do e ndihmoj pak ekipin ose ku çalon le themi Anglia në reparte, majtë se ke mundur të ndjekësh? Anglia nuk çalon në fushë, Anglia çalon në mendje. Domethënë anglezët kanë pasur jetë mos skuadra shumë të mëdha. Anglia ka pas për mua ka merituar të fitoj për cilësinë e lojtarëve, 2-3 europianë dhe 2-3 botror, 2 finalistën e europianë në fundit, disa herë shumë afër në kampionat botror, gjysmë finalistën 2018-ën, gjysmë finalistën 90-ën që kur më mend unë, kështu që e parë në këtë kontekst i gjesh defekte nga pikpamja organikës, është pothuajse e pamundur Anglisë. Anglia ka qenë gjithmonë një super skuadër. Mbaj mend në vitet 2006-2008 luanin Terry, Lampard, Sol Campbell, Wayne Rooney, lojtarë të jashtëzakonshëm, Michael Owen, pra David Beckham ka qenë aty bashkë me ta. Paul Scholes, Rio Ferdinand, Phil Neville, Gary Neville dhe mezi shkonin deri çerek finale. Mendoj që si ata dhe holandezët, por në 2 dimensione të ndryshme, kanë një problem në mendjet e tyre, të cilën e shfaqin me vështirësi në fushë. Dhe se çfarë është kjo gjë ata e dinë më mirë, sepse janë aty brenda. Si ekipet mëdha? Po shiko, unë mendoj që varet nga momenti, një është presion, një është marrëdhënia me trajnerin, një është dita keqe, një është fati, nënvlerësimi. është e pabesueshme. Ti lojtarët në ekip kombëtar nënvlerësojnë shumë kundërshtarët, nuk i njohin ata. Në kampionat ti përballesh disa herë gjatë vitit, disa herë gjatë viteve. Po kur shkon tani luan Angli Kongo, a mendoni ju se lojtar si Jude Bellingham që vlen nga 200-300 milionë euro të ulen për studiuar se videoanalisti dërgojnë gjithmonë një 7 minutë për para kundërshtarit, nuk e shohin fare. E nënvlerësojnë kundërshtarin. Po nënvlerësimi është shumë prezent në nivele të tilla. Mirë, të shpresojmë që nuk do gabojnë ekipet e tjera të mëdha, ndërkohë përsëri kemi një përballje sonte mes Europës dhe Afrikës, nëse mund ta citojmë këtu Belgjika me Senegalin. Shumë e vështirë. Duhet thënë që Senegali ka bërë mirë, pra është një kombëtar që ka rrezikuar, për shkak i shënoi dhe Francës. Senegali ka historinë më të bukur të kupave të Afrikës, e fitoi praktikisht në Kupën e Afrikës dhe humbi në kas. Në ndeshje kundër Marokut, që ishte finale e Kupës Afrikës, në minutën e 90, gjyqtari akordon 11 metrash për skuadrën e Marokut. Kampionati i Afrikës bëj në Marok, meqenëse do bëhet aty Kupa e Botës. Senegalezët lën fushën e lojës për 45 minuta, rikthehen për ta luajtur dhe Maroku humbet 11 metrashin dhe Senegali shënon gol në kohën shtesë. Dhe u shpall kampion në fushë, sepse në letër u shpall kampion Maroku, sepse kas i dha të drejtë ankimimit të Marokut, në mënyrë që jo kas, Federata Afrikane, kas akoma më duket se ka marrë vendimin, që penalizoi dhe konsideroi të parregull fakti që këta kishin lënë fushën. Pra, qartësisht një skuadër që rivalizon me Marokun deri në finalen e Kupës Afrikës, është një skuadër shumë e fortë. Do unë besoj se që sot shanset e Belgjikës, mund ta them këtë me bindje, janë pak më të vogla se të Senegalit. Pastaj duhet të parë, por janë aty, pra duhet të jetë një përballje e barabartë në letër. Por Belgjika pak e plakur, jo aq jo se sa vite përpara, jo me të njëjtën energji, një brez i artë i cili e mbylli ciklin në vitin 2018, në vitin kur mor dorën dhe të tretë në kampion bote, dhe tani janë drejt një fundit të një cikli. Ti shikon dhe futbollistët tani janë burbura, Kevin De Bruyne, tjetri, portieri, Lukaku që është gjithmonë aty, pra e parë në këtë kontekst them që po e them sërish, është shansi i fundit i Belgjikës për të bërë gjëra të mëdha. Të shohim se çfarë do durojë kjo ndeshje. Ndërkohë po i marrim me radhë të gjitha se më pas vijojnë deri në orët e para të mëngjesit. SHBA Bosnjë-Hercegovinë. Shumë e fortë. Ndeshje shumë e bukur, ndeshje shumë e fortë, ndeshje epike. Bosnjë-Hercegovina është një skuadër jashtëzakonshme. Ka një histori madhështore. Është shteti dhe kombi më i vuajtur i Europës. Lufta që është bërë në Hercegovinë, në Sarajev, edhe në Zenica dhe në Mostar, në fillimin e viteve 90 nuk është bërë askund. Me keqardhje mund ta them në kuptimin e mirë të fjalës nuk është bërë as në Kosovë. Ata janë vrarë me mira, janë shuar. Po të shkosh në Sarajevo, kam qenë ke vetëm varre masiv në shenjë përkujtimore. Janë tre federata, janë tre shtete që janë aty, flasin tre gjuhë, kanë shumë probleme, kanë probleme etnike dhe probleme dhe fetare. E parë në këtë kontekst ata kanë shkuar 2 herë në botror, 2014 dhe tani shkuan prapë në 2024. Ekip luftëtar. Çka tregon që futbolli për ta është një mënyrë jashtëzakonshme për t'i treguar Ballkanit dhe botës që ata nuk janë bosnjakët janë konsideruar gjithmonë si më të parëndësishmit e rajonit. Nuk merren fare në konsiderat. Askush ata nuk e llogarit as për tyrin Bashkimin Evropian, domethënë nga pikpamja dhe kuotave gjeopolitike. Por kanë arritur të ndërtojnë fillimisht terren futboll. Po, në 2014 kanë pasur një brez të jashtëzakonshëm, futbollistët të cilët kishin emigruar në moshën 10-12 vjeç në vitin 90, u kthyen gjithë së bashku. Unë shumica prej tyre kam takuar nga afër sepse ne luajtëm kundër tyre në 2011-ën. Kam pas një brez fantastik, Xheko ishte i ri asaj kohe, po ishte lojtar i mirë. Mistimović, Pjanić, Ibisević, duhet kujtoj tani emrat, të gjithë kishin Salihami, ishin gjithë me histori lufte. Njëri prej tyre ishte kthyer në Adves edhe kishte lënë Gjermani 16 vjeç,
kur kishte ardhur tek varrimi i gjyshit dhe kishte parë gjithë atë vuajtjet madhe, nuk kishte qenë më parë në Bosnjë. Ndërkohë që Pjanic e kërkonte Luksemburgu, Franca e Gjermania kur ishte 16 vjeç, prindërit vinë me avion në Sarajevo dhe i thon presidentit të Republikës se duhet pasësh me pasaport djalin ton për të luajtur me Bosnjën. Pra një pasion i madh, ndeshjet i luajnë në Zenica, në stadium vogël, dhe vetëm kështu shpjegohet se pse megjithëse nuk kanë cilësi dhe janë një skuadër e vogël, jo vetëm që shkuan kampionat botror, eliminuan Italinë, tani janë aty, po shpirtin e garës, i thërret një ndërgjegje shumë e madhe e popujt që dalin nga një luftë, nga luftrat forta, në përgjithësi, e ndjen shumë flamurin dhe në futboll shfaqin gjithë dhimbjen e tyre të një kombi të tërë. Kështu që unë besoj që ndeshja është shumë e madhe, sepse luan superfuqia më e madhe e botës, që është kundër vendit më të dobët nga të gjitha pikpamjet të Europës. Davidi kundër Goliathit, po jo në futboll, se në futboll mendoj që Bosnja mund të ketë pak më shumë shanse se Amerika në këtë sfidë. Në këtë sfidë. Ndërkohë, Spanjë, Austri. Klasike është Spanjë-Austri. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Do me thënë është si të themun të si një muzikë klasike me një muzikë, ku diun, me një muzikë rock. Spanja janë rocker të futbollit, kanë çuar futbollin në nivele të jashtëzakonshme. Tentuan ta bënin vitet 80-90, e bën me tiki-taka, vazhdojnë e bëjnë dhe sot tek kësaj dite. Spanjollët janë sot për sot superfuqi në futboll në të gjitha drejtimet Anila. Ata përveç se kanë fituar kampionatin evropian të meshkujve, megjithëse janë fare të rinj, kanë fituar kampionatin evropian të moshave, fituan Nation League-ën, kanë fituar kampionatin evropian të femrave, a dolën finale, diçka e tillë. Janë aty në përfinale kudo, fituan madje edhe kampionatin evropian të mirë futbollit që u bën në Tiranë. Ky që organizua këtu për 5-5. Kështu Spanja është mënyra më e saktë, projekti më i saktë sportiv sot për sot në gjithë botën. Një gjë që nis nga filizat, edhe trajneri sot i Spanjës dikur ka qenë trajneri i moshave. Ndoshta nuk do fitojnë botrorin, sepse botrori është edhe një festival fati, por patjetër që janë mënyra si duhet i bësh gjë. Nga ana tjetër Austria është klasike. Skuadër e fortë, fizike, që të hap shumë probleme në ndeshje direkte. Mendoj që Spanja do të vuaj, mund të shkojë edhe në kështesë për në fund të dalë. Ndërkohë, interesante, Portugali-Kroaci, nëse i shohim të dyja ekipet, Portugalia kryqëzuar shumë fakt duhet thënë për mënyrën se si ka ardhur deri këtu, ndërkohë Kroacia nga ana tjetër ka bërë ndeshje shumë të mira. Ka qenë një moment në vitin 2016, kanë parë një finale të Champions League-s, luante Reali kundër Juventusit, Reali fitoi 4-1. Në fushë për Realin ishte Cristiano Ronaldo dhe Luka Modric. Dhe mendoja tani që këta dy futbollistë tani ishte edhe europiani atë 2000, thoya, ja, më tani më fituan në Champions League, do lidhë europianin, Ronaldo fitoi edhe europianin atë vit me Portugalinë. Tani do ta mbylli këtu me futbollin. Ka kaluar 10 vjet, ata janë akoma, do të zbresin pas të dy në fushë me dy skuadra të ndryshme, Ronaldo dhe Modric të plakura. Kroacia është e plakur, po e ka shtrydhur gjithë brezin. Në dy botërorët e fundit ka dalë një herë katërta, një herë treta, jo, një herë dyta, një herë treta, një herë finale, një herë treta. Nuk ka fituar dot një. Nuk ka fituar, por Kroacia është vendi më i vogël për suksesin që ka arritur. Kroacia është e ngjashme me historinë e Bosnjës, historia e tyre është fantastike. Në vitin, për të bërë pak histori, nëse kemi pak kohë apo jo? Pak. Në vitin 1988 ose 89, ishte Jugoslavia fitoi kampionatin botror për të rinjt, mundi Brazilin. Dhe ishin ngjarje shumë e madhe për kohën, për 20 vjeçarë, dhe në skuadrën jugoslave ishin shumica e lojtarëve dhe më të mirët ishin kroatë. Midis tyre ishte Jarni, Zvonimir Boban dhe një far Prosinečki që pastaj u bë lojtar i madh. Dhe kur kroatët fituan dhe Champions League-ën 91 me Crvena Zvezdën, ishin qendra e sportit i Jugosllav. Kështu ndodhte edhe në basketboll dhe në futboll. Dhe jo rastisht ndarja e madhe e Jugosllavisë lindi nga një dhunë masive midis tifozërisë së Dinamos dhe Crvena Zvezdës në Maksimin, në Zagreb, se aty filloi të binte pra sistemi. Kështu që kroatët nuk janë sot për sot në futboll, nuk është një gjë e rastësishme. Kanë qenë zotër të sportit që në perandorinë jugoslave. Cila skuadër eliminohet mendonin? Mendoj që do eliminohet Portugalia, sepse mendoj që Kroacia në grakmat e saj të fundit, në grakmat e saj të fundit do t'i bëj dëm Portugalisë. Pavarësisht se në letër duhet të jetë favorite Portugalia. Në letër favorite Portugalia. Por Cristiano do ishte dërsin si futbollist nëse të pak eliminohen deri në këtë fazë apo jo, Cristiano, shiko, për të thënë gjëra siç janë. Portugalia dhe Cristiano nuk e kanë pasur asnjëherë, si më thën, luksin në shfjalë madhe, por nuk e fitonte të shkolla e Kupën e Botës. Ata e fituan Europianin, tradita nuk flet për ata. Ronaldo ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme individuale. Po, ndërtoi, ndihmoi dhe Portugalinë për të fituar kampionatin Europian. Disa herë për të shkuar diçka në gjysmëfinale të botrorit, por do të ishte shumë e çuditshme nëse ata do fitonin botrorin. Zvicër, Algjeri, Australi, Egjipt. Janë po ashtu dhe dy sfida tjera që do luajnë. Zvicër, Algjeri është ndeshje e fortë. Ndeshje shumë e fortë. Zvicra është skuadër që sistematikisht ta ka mësuar që shkojë në 8 finale.
Algjeria është ekip afrikan dhe Algjeria e bazon skuadrën tek lojtarë që më parë kanë luajtur me ekipet e moshave të Europës. Mjafton përmendin që portieri është Çuni Zidane, ishte lojtari i madh i Francës dhe ka çunin portier me Algjerinë. Kështu që shumë e fortë është. Se di, këto përballjet europiane, afrikane i shoh me shumë dyshim këtë botror. Po na surprizojnë ekipet e vogla, të shohim se si do shkojnë. Ndërkohë ma përmend më pak ekipin e Brazilit, me vështirësi por ja doli përballë Japonisë. Një koment për këtë ekip dhe deri ku mund të shkojnë. Brazili ka bërë një gjysmë zgjuar, duke qenë se federata nuk prodhon dot futbollistë, ato do të prodhojë sistemet e klubet. Të paktën ka emëruar në pankinë për mua trajnerin më të mirë të botës në 30 vitet e fundit, që është Carlo Ancelotti. Dhe u pa qartë që në mjaftoi në një pushim të ndeshjes kundër Japonisë dhe direktivat që i dha skuadrës në pjesën e dytë për të qenë të qartë se si ndikon një trajner në një ndeshje futbolli. Zhvendosi Vinicius në më së shumti Katmajt, nga loja në tokë çoi lojën në ajër ku japonezët janë më shtatë shkurtër, ande erdhi goli i dytë etj. Pra, besoj shumë tek Ancelotti që do të jetë pikërisht ajo s'ka i mungon Brazilit. Brazili është ndoshta një skuadrat e Brazilit më të dobët gjitha kohërave. I mungojnë talentet e mëdha, i mungon ai stili jashtëzakonshëm brazilian. Ata nuk arktohen kur luajnë, por në fund ditës ata janë aty për të fituar ndeshjet dhe jo për të traktuar njerëzit. Dhe Ancelotti e bën mirë këtë gjë. Kështu që unë mendoj që mund të kemi gjysmëfinale Brazil-Argjentinë. Brazil-Argjentinë. Gjysmëfinale. Po, nëse themi dhe dy ekipet tjera, një katërshem? Besoj që Franca. Tani Franca ka problem Marokun, po kaloi Marokun në çerek finale. Duhet jemi një Francë-Spanjë, por nuk është çudi që këtej mund të kemi në një, nuk e di, Francë-Spanjë, letrim klasik, Francë-Spanjë dhe Brazil-Argjentinë. Pra, në gjysmëfinale, dy ekipet më të mira të Europës, Franca dhe Spanja janë dy ekipet më të mira të Europës, me dy ekipet më të mira të Amerikës së Jugut. Edhe nga pikpamja mediatike do ishte shumë e bukur. E vërtetuar. Mirë, të shohim ndërkohë, e fiton Franca thuam. Jo, unë mendoj që nëse tani unë do guxoj do them fiton Brazili në finale.